Është të vërtetë se e-sporti është marrë hav jo vetëm në arenën ndërkombëtare, po edhe të në Kosovë. Si vend ne si federat jemi aktive që 5 vite, tash në 5 vjet. Edhe vlen me thënë që me fillim të themelimit të federatës në 2022 jemi medalista të kampionatit botëror në Izrael, kemi marrë pjesë me 2 disiplina. Dhe me njëherë kemi dalë në vendin e tretë, jemi kanë me medalje të bronz dhe në disiplinën tjetër në vendin e 5, që dhe ai llogaritet si sukses në gara në arenën ndërkombëtare. Po ka shumë interesim, tu e pas faktin se na si federatë jemi e themeluar me tashmë me 7 ekipe, ndërsa kur kemi aktivitete aplikojmë mbi 120 ekipe për me marrë pjesë në aktivitetet e federatës, ku secili ekip i ka 5 garus. Do thonë, është shumë një interesim i madh nga aspekti i të rive dhe ka shumë potencial të madh. Ja vlen me thënë se është një farë platforme online që quhet Faceit dhe atë i marrin databazat e lojtarëve në të gjithë botës. Dhe ne me një ranglistë jemi më të mirët në Ballkan. Deri tash na kemi bërë në mënyrë shumë korrekte dhe shumë mënyrë transparente ku I kemi ftuar të gjithë ekipet e Kosovës. Ata që janë të regjistruar dhe ata që janë të regjistruar në federatë, ju kemi dhënë hapësirë me participuar në kampionate shtetërore ku I mbajmë çdo vit I mbajmë federata. Vitin e kaluar kemi pas kampionatin shtetëror në Klan Arena dhe e kemi përzgjedhur më të mirën e Kosovës dhe ata na kanë përfaqësuar në kampionatin botëror që u mbajt në Riyadh në vitin e kaluar. Të kemi rregullorën ku nuk lejohet me lunë në moshën 16 vjeçare. Prej fillimit na kemi qenë shumë federatë serioze. Dhe kemi qenë medalist më herë pas themelimit të federatës. Konkurrencë që përmendëm po kemi pas konkurrencë shumë të madhe, shtete shumë të forta kemi pas. Por puna jonë dhe serioziteti jonë dhe organizimet tona që kemi marrë në Kosovë I na kanë shembull jo vetëm për rajon, por për gjithë Evropën, se në Evropë shumë pak ka kvalifikime shtetërore që I përzgjedhin ekipet secili ka më përfaqësu vendin e vet. Kjo nuk ka një ide veç jonë, ai na kanë bashkëpunuar me ministriu, ka një ide edhe tyne dhe kemi biseduar me ta dhe kemi tentuar me shtyp përpara dhe bashkërisht ja kemi arrit që me apliku për bid dhe kemi fituar bidin dhe nga ka dhënë drejta e kampionatit evropian, kështu që është prej eventeve më të mëdha në rajon, po ndoshta edhe gjithë Evropën.